Tashmë jemi në sezonin pranveror ku fermerët e zonës së Barbullinjës, njësia Fjershegan, bashkia Lushnja, kanë nisur vjeljen e prodhimeve të para të pjeshkës dhe nektarinës. Kjo zonë njihet si një ndër më të pasurat në plantacione të drurve frutor, të mbjella me lloje të ndryshme pjeshke, ndërsa nektarina mbetet fruti që del më herët në treg. Në këtë fshat nuk mungojnë edhe plantacione të tjera si kajsia, kumbulla, qershia, shega, dardha, ftoi, portokalli, mandarina dhe limoni. Megjithatë, pjeshka e nektarina janë kulturat më të përhapura dhe më të kërkuara nga fermerët e zonës. Televizioni Apollon ishte tek një ndër fermat në atë zonë, ku prodhimi i pjeshkës nektarin nga kjo fermë është kryesisht për tregun europian dhe një pjesë e vogël për konsum të brendshëm. Plantacionet e fermës janë të ndara në kultura të ndryshme, ku spikasin pjeshka nektarina, kumbulla, shega dhe qershia. Puna në fermë realizohet kryesisht nga familjarët, duke respektuar standardet bio dhe kërkesat e Bashkimit Evropian për cilësinë e prodhimeve. Pjesëtari i fermës, Zoti Alvin Gjata, shprehet pozitivisht për cilësinë dhe rendimentin e këtij viti, por njëkohësisht u bën thirrje institucioneve shtetërore të mbështesin më shumë bujqësinë si një sektor kryesor i ekonomisë së vendit përmes subvencioneve dhe politikave mbështetëse. Sipas tij, një nga shqetësimet më të mëdha mbetet largimi i të rinjve dhe mungesa e krahut të punës në bujqësi, ndërkohë këtë vit prodhimi i pjeshkës paraqitet me cilësi të lartë dhe rendiment të kënaqshëm, ndërsa në pikat e grumbullimit çmimi arrin deri në 200 lekë të reja për kilogram. Sapo kemi filluar vjeljet e para të nektarinës hershme dhe prodhimi është kryesisht një pjesë e vogël për tregun e brendshëm dhe pjesa më e madhe shkon për eksport. Atëherë ne kemi një sipërfaqe mbi 2 hektar, edhe është në një fermë familjare në cilën ne punojmë gjithë si familje. Kemi varietetet nektarin të hershme dhe pjeshk të hershme. Ky prodhimi juaj është bio? Është bio sepse të gjitha spërkatjet dhe trajtimet që ne i bëjmë janë domethënë plera dhe spërkatje që janë të Bashkimit Evropian, pasi ne të gjitha produktet i blejmë jashtë vendit, kryesisht në Greqi, por dhe në Itali, dhe janë të certifikuara për Bashkimin Evropian. Në së fundmi, dje ne bëmë dhe analizat e nektarinës, të kësaj prodhimi që jemi duke vjelë sot, pasi tregtari që donte të eksportonte, donte të kryente edhe analizat, kryem dhe analizat tek laboratori në Tiranë, dolën shumë mirë, dhe mbas marrjes përgjithësisë së analizave, tregtari na dha një porosi për të bërë për eksport. Përveç se ju keni kaq hektar të mbjellura, a e ndjeni mungesën e krahut punës? Po është e vërtet, siç edhe më parë, këtu është puna familjare, pasi punonjësit tashme janë larguar, por dhe nuk ka, pasi shumica e tyre në fshatin Barbullinj kanë të mbjella pjeshk në tokat e tyre dhe secili punon tek tokat e tyre. A jeni pjesë e subvencionimeve të shtetit? Jo, ne nuk kemi pjesë e subvencionimeve, çfarë ti shikon këtu është gjitha investim familjar. Ne i bëjmë nëpërmjet kësaj interviste i bëjmë thirrje edhe institucioneve lokale dhe të qeverisë që të fokusohen tek fermerët. Problemi kryesor i joni është edhe tek rrugët e parcelave, është një problem pasi në dimër ne kemi pothuajse të pamundur të hyjmë tek rrugët e parcelave të kryejmë trajtimet e duhura në kohë. Kjo na ka shkaktuar edhe shumë problematik këtë vit, pasi ishte e pamundur të shkojë tek parcelat. Shpeshherë ju jeni bërë pjesë e ekspozitave dhe panajeve të ndryshme pasi keni marrë dhe çmime. Si ndikon te ky si fermer? Atëherë ne si fermer, familja Gjata jemi certifikuar si slow food, që do të thotë prodhim i avashт dhe i sigurt, dhe i certifikuar, dhe kjo ka ndikuar që ne të vazhdojmë punën tonë familjare, po dhe në fermën tonë, që të prodhojmë produkte sa më të mira dhe që të arrijnë standardet e kërkuara, pasi të gjithë mund të mbjellin pjeshk ose nektarina, dhe kryesisht zona Barbullinjës është një nga zonat më të mira në prodhimin e pjeshkës, dhe kjo i bëj thirrje edhe institucioneve, pasi ky produkt duhet markuar dhe duhet bëhet produkt për në Bashkimin Evropian. Atëherë i bëj thirrje të gjithë fermerëve të zonës Barbullinjës që të bëjmë një produkt sa më cilësor, pasi tokat tona janë shumë produktive dhe
janë shumë të begata dhe prodhimet tona kryesojnë në Bashkimin Evropian.